Ishmundsi Palmarku ka festuar 75 vjetorin e ditëlindjes së tij. Në këtë përvjetor, Shoqata e Mundjes dhe Bashkia e Shkodër kishin planifikuar vlerësime nga ana e tyre për Ishmundsin Palmarku. Shoqata Kombëtare e Mundjes Shqiptare vendosi të nderojë Palmarkun me titullin e lartë të meritës sportive Nderi i Mundjes Shqiptare, me motivacionin mundës i shquar ndër më të mirët e peshës tij, fituesi i disa vendeve të nderit, trajner dhe arbitër kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka kontribuar në rezultatet e ekipit Vllaznia Shkodër dhe përfaqësuar me dinjitet Mundjen Shkodrane. Kënaqësi e veçantë që si bashkinë jemi prezent sot në ditëlindjen e Palit. Pal në emër kryetarit të bashkisë gëzuar 75 vjetorin dhe për ne të një aset, jo vetëm si ish sportist, trajner dhe arbitër minjor në sportin e mundjes, po si qytetar mrekullueshëm. Të pranishëm ishin edhe një grup veteranësh të mundjes nga Shkodra, Tirana dhe Lezhë, të cilët vlerësuan figurën e Palmarkut. Palmarkut, që është në sportistat e mirë, ju me të thënë drejtën në Shkodër ka qenë më e vështirë me hinë formacion. Pali ka qenë vëqja e sportit. Me hinë formacion në Shkodër në atë kohë ka qenë vështërsi, se kena pas ka 3 kundërshtar njëni me tjetër. Ky ka qenë një sportist i nivelit lartë, mbi mesatare, edhe është cilësu për sportist shumë i fort, shumë i disiplinuar, veçanërisht në klubin sportiv Vllaznia na e marrim si njeriu shembull në sport. Unë në vitin 1975 kam shkuar me ekipin e Vllaznisë, kam gjetë Palin aty me gjithë shumë sportistë të tjerë, një sportist cilësor, sportist i pastër në shpirt, sportist me disiplinuar, edhe rezultatet i ka pas shumë të mira. Për mu, me rezultatet me që ka pas Pali, për mu është kampion. Pali ka qenë një mund shëmbullor dhe një arbitër shëmbullor. Ka qenë në më të mirë që ka pas Shqipënia. Një nder e respekt prej gjithve për të mirat që ka lanë sportin e mundjes, me ndëshmi e korekcinë e tij si sportist, ma vonë edhe në drejtimin si një arbitër i tapetit i cili ka arbitru edhe mundësat të kalibrit botëror. Vet Ishmundsi Palmarku u shpreh mirënjohës për vlerësimin që i bëhet figurës së tij. Jo jam shumë mirënjohës, se këtë ditë po më bani edhe më të gëzueshme me prezencën tuaj. Palmarku ka qenë pjesëtar i ekipit Vllaznia në mundjen klasike për një periudhë 20 vjeçare, teksa pas largimit nga tapeti si mundës, ai punoi edhe si trajner me kombëtarën e moshave. Ndërkohë, karriera më e gjatë e Palmarkut në sportin e mundjes i përket fushës së arbitrimit, detyrë të cilën e ushtron prej 40 vitesh.